Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka reaguar nga qelia lidhur me lajmet për përplasjen e tij me kryeministrin Edi Rama, sa i takon delegimit të kompetencave të kryetarit të bashkisë. Me anë të një postimi në Facebook, Veliaj deklaroi se të gjitha ishin një keqkuptim nga mungesa e informacionit në qeli. Veliaj pretendon se ai kishte krijuar idenë se ishte dakordsuar për emrin që ai kishte firmosur, gjë që nuk ka rezultuar e tillë. Veliaj tha se marrëdhënia e tij me Ramën është e mirë. Kryebashkiaku gjithashtu theksoi se pasi u informua mbi situatën, i ka rikthyer kompetencat Aristanit. U informova që pas ka plasur peshku në moçalet mediatike për përplasjen time me Ramën për punë delegimesh. E para një herë me Ramën kam vetëm mall të takohem për të folur për punët si gjithmonë dhe asgjë tjetër s'më shkon në mendje. E dyta kam firmosur një ri delegim me idenë e gabuar se ishte dakordsuar brenda ekipit drejtues, por kështu është puna kur punon pa informacionin e mjaftueshëm. E fundit, kërkoni e gërmoni ku të doni, se u bë sport ky fal dhe prokurorit tim të dashur, por në marrëdhënien time me Ramën lodheni kot fare se është plazmuar në kohra të vjetra dhe nuk e ndryshon dot asnjë kohë, sado e mallkuar qoftë. Delegimi është rikthyer aty ku ishte dhe këtu mbyllet edhe keqkuptimi, shkruan Veliaj.